Përshëndetje shenja gathores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakëll. Në gjendjen tuaj personale kemi perandori, mbreti i shkopinjve, faqja e kupave, faqja e shpatave. Java fillon me një energji shumë të fortë dhe të dukshme. Perandori dhe mbreti i shkopinjve ju vendosin në një rol ku dëshironi të keni kontroll, drejtim dhe stabilitet. Ju mund të ndjeni që duhet të mbani gjithçka nën kontroll. Veten, situatat, njerëzit përreth, ka një dëshirë për të mos u dukur të dobët, për të mos humbur drejtimin. Por kjo është vetëm sipërfaqja, sepse nën këtë shtresë dalin faqja e kupave dhe faqja e shpatave, dy energji shumë të ndjeshme dhe të reja. Kjo tregon se brenda jush ka një emocion që po lind, ose po rikthehet një kuriozitet, ose një ndjenjë që nuk është ende e sigurt. Pra, duket se një pjesë vëzhgon, mendon shumë dhe ndonjëherë edhe dyshon. Është sikur një pjesë e juaja thot duhet të jem I ose e fortë, ndërsa një tjetër përshpërit, por sikur ndjeni më shumë. Pra, duket sikur ju po mbani një mask force me pak fjalë dhe ndërkohë që brenda jush po ndodh një zgjim emocional I brisht, por shumë I rëndësishëm. Kartat këshillojnë se ju nuk duhet të mbroni çdo ndjenjë duke u fshehur. Forca juaj e vërtet është të qëndroni të hapur, por pa u rrëzuar. Kalojmë tek familja. Në familje kemi kalorësi I kupave, 6 kupat, 8 monedhat, drejtësia. Në familje, energjia është shumë e butë, por kalorësi I kupave sjell një afrimitet emocional. Pra, duket sikur dikush afrohet me një ndjenjë ose ndoshta jeni ju vetë që ndiheni më të hapur. 6 kupat e thellon këtë. Duket sikur e kaluara është shumë prezente, ose mund të bëhet fjalë për fëmijë. Mund të jenë kujtime, lidhje të vjetra, ose një ndjenjë që rikthehet. Por kjo nuk është thjesht nostalgji. 8 monedhat tregon përpjekje reale. Dikush po mundohet, ndoshta ju vetë, ndoshta një tjetër person, për ta përmirësuar marrëdhënien, dhe më pas vjen drejtësia. Kjo kartë nuk lë vend për shmangje. Pra, çfarë është e drejtë do të dalë në dritë, çfarë është e padrejtë do të kërkoj korrigjim. Pra, duket sikur një marrëdhënie e rëndësishme po kalon nga emocioni në përgjegjësi. Nuk mjafton vetëm të ndjeni, duhet të veproni drejt. Kartat këshillojnë të mos idealizoni të kaluarën, shikojeni siç ka qenë realisht, vendosni kufi të drejtë, sepse drejtësia kërkon sinqeritet, edhe kur është e pakëndshme. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 6 shpatat, temperanca, 3 shpatat, njeriu I varur. Në dashuri, kjo është pjesa më e ndjeshme dhe më e thellë e gjithë leximit. 6 shpatat tregon që ju po largoheni nga diçka që ju ka lodhur emocionalisht. Ky nuk është një largim dramatik, do të thoja unë, duket më tepër si një tërheqje, si një nevojë për paqe. Temperanca ju mban në këtë proces, pra, duket sikur ju po përpiqeni të balanconi veten, të mos reagoni me ekstrem, të shëroni gradualisht, por dhimbja është reale. 3 shpatat nuk e fsheh. Ka pasur një plagë, një zhgënjim, një e vërtet që ju ka prekur, dhe më pas gjithçka ndalet me njeriun e varur. Kjo është faza më e vështirë, sepse nuk ka përgjigje të menjëhershme, nuk ka lëvizje të shpejtë, vetëm reflektim, pritje dhe ndryshim perspektive. Pra, duket se ju nuk po humbni dashurinë,
po ndryshoni mënyrën se si e shihni dhe se si e përjetoni atë. Po largoheni nga dhimbja për të gjetur një formë më të qetë dhe më të shëndetshme. Kartat këshillojnë se ndonjëherë dashuria kërkon distancë për të mbijetuar ose për të kuptuar nëse duhet të vazhdojë. Kartat këshillojnë gjithashtu të mos e shtypni veten për përgjigje të menjëhershme. Lejoni procesin e shërimit, shikoni situatën nga një këndvështrim i ri, jo nga dhimbja, por nga rritja. Kalojmë tek puna. Në punë kemi gjykimi, 9 shpatat, 3 shkopinj, kalor si monedhave. Në punë, narrativa fillon me një zgjim. Gjykimi ju thërret për një mundësi, për një vendim, për një hap që duhet marrë. Për disa mund të bëhet fjalë për një mundësi të dytë. Por menjëherë vjen 9 shpatat, që tregon ose manifeston frikë, ankth, mendime që ju mbajnë natën zgjuar. Ju mund ta mendoni më shumë se sa duhet, ndoshta duke krijuar skenar që nuk kanë ndodhur ende. Megjithatë, realiteti është më i mirë se sa mendimet tuaja. 3 shkopinjt tregon horizont të hapur, mundësi, zgjerim, duket sikur diçka po vjen ose diçka ju po e prisni, më saktë. Dhe kalorësi i monedhave ju kujton suksesi nuk vjen me nxitim, por me qëndrueshmëri. Për disa mund të jetë se ju po prisni disa para. Pra, duket se ju jeni në prag të një rritjeje, por duhet të kaloni përmes frikës që ju thot stop. Pra, kartat këshillojnë të mos e lini ankthin të bëj zhurmë më të madhe se realiteti. Duhet të ecni ngadalë, por mos ndaloni. Besoni në atë që po ndërtoni. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi frikë. Frikë nuk është paralajmërim, është pasqyrë. Frika juaj nuk është për t'ju ndaluar, është për t'ju treguar ku ka ende diçka për të shëruar. Paçim.